Nderuari këtari gjyqët, të nderuar gjyqtar, e përmes jush përshëndes po ashtu gjithë qytetarët e Kosovës që dje e festuan pavarësinë e tyre, qytetarët që jetojnë dhe në liri, në pavarësi dhe me drejtësi. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar, jo se një kriminali që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë. Pjesën më të madhe të jetës ime e kam kaluar i udhëhequr nga bindja se qenjet njerëzore meritojnë të jetojnë në liri. Pas ma shumë se 5 vitesh burgim të padrejt dhe si pas mendimit tim të panevojshëm, angazhimin tim politik dhe jetësor për jetë e liri jam angazhuar që herët. Dhe për të dhënë një rrethim të vërtetë të luftës sonë për pavarësi kundër politikave të përsekutimit dhe të gjenocidit të regjimit serb, të cilat sollën vujtje dhe shkatrim të papar për popullin e Kosovës. Për më shumë se 5 vjetë, besoj se me janë mohuar të drejtat e njeriut të garantuara nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut dhe lirit themelore. Ndërto, më rëndësishme është e drejta për të jetuar në liri, veçanërisht e drejta e një njeriu në fazën e fundit të jetës e tij për të jetuar vitet e mbetura me dinjitet pranë familjes dhe në ardhmë në lirë. Kjo më është bërë pa i shkaktuar pa drejtësi askujt, pa ja rrezikuar jetën asnjë njeriu të vetëm. Përkundrazi, kam rrezikuar jetën time jo vetëm gjatë luftës qërimtare, por që nga vitet 1972-73, se bashku me familjen tim, me bashkëkombasit e mi, me bashkëshatarët e mi, në besimin se errësira e padrejtisë do të thyhej me agimin e shpresës. Kjo është arsyeja pse u angazhova për shërim dhe barazi për të gjithë. Theksoj veçanërisht periudhën pas 11 qershorit të vitit 1998, kur dola hapur me emrin tim të plot dhe pa mask si zëdhënës i UÇK-s. Rreziqet ishin të jashtëzakonshëm, por nuk u shqetësova për sigurinë time, sepse me udhëheqte përkushtimi im ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe ardhmërisë së tyre. Sot
ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Të kesh kaluar 16 nga 75 vitet e jetës në burg dhe të jesh privuar nga ajri i lirisë, nuk është diçka e vogël, është diçka e madhe. Dalja ime publike me 11 qershor 1998 tregoi se isha kundërshtar i politikave gjenocidale të Serbisë dhe ndodhi pak kohë pas masakrave serbe në Qerez, Nikoshan dhe Prekaz, ku humben jetën 83 njerëz, shumica prej tyre fëmijë, grade të moshuar, të parmatosur, të vrarë në shtëpitë e tyre. Kjo vrasje brutale shënun një pikë these të ndërgjegjes për një brez të tërë shqiptarësh. Çfarë me shtyri të ndërmarrë këtë akt jashtëzakonisht të rrezikshëm për atë kohë? Robëria e gjatë, persekutimet, mbimet, dhunimet, burgimet e shumta dhe ekzekutimet e pandërprerja dhe vrasjet që shënuan gjithë shekullin 20. Këto akte mizore nuk me thyer. Përkundrazi, me bënd të vendosur që drejtësia të mos thyhet mbi shpinën e tiranisë që përjetuam. Dashuria për jetën dhe lirinë me bëri ta marrë këtë rol. Një njeri nuk zgjedh lehtë rezistencën, ai zgjedhat kur çdo derë tjetër drejt dinjitetit është e mbyllur. Mu mohua dhe mu ndalua drejta më njerëzore e çdo personi të lindur si i lirë dhe e çdo njeri të arsyeshëm që e njeh vlerën e dinjitetin njerëzor dhe barazinë e të gjithëve, e drejta për të dashur hapur vendin tim, për të punuar për të dhe për të përcjell atë që kam mësuar përmes dekadash i jetë dhe sakrificash. Për këto virtyte u prangosa me 4 nëntor 2020. Akuzat e prokurorisë kundër nesh dhe UÇK-s janë ndërtuar mbi narrativat e atyre që shkaktuan disa luftra në gjithë Federatën Jugoslave brenda një dekade të vetme. Nuk besoj se kjo akuzë i shërben ndonjë drejtësie, e sidomos jo drejtësisë që shoqëritë demokratike pretendojnë ta mbrojnë. Drejtësia nuk mund të ndërtohet mbi gjuhën e ish shtypsve. Ajo duhet të qëndrojë mbi prova të besueshme dhe mbi të vërtetën. Padrejtësia e këtij rasti është e shkruar në vetë akt akuzë. Mua atribuoha në role autoritet dhe përgjegjësi që nuk i kam pasur kurrë. Kjo nuk ishte çështje dallimi në interpretimin e fakteve. Ishte shpifje. Figura e përshkruar në dokumentin e prokurorisë nuk është njeriu që qëndron sot para josh. Jam mirënjohës ndaj atyre dëshmitarëve që erdhën këtu dhe patën guximin të thonë të vërtetën për atë se kush isha dhe kush nuk isha.
Ata nuk erdhen për të mbrojtur mua, por për t'i mbrojtur faktet, realitetin tonë historik të Kosovës. Dëshmitë e tyre konfirmuan një realitet të thjesht. Unë nuk zëtoja pushtetin, komandën apo funksionet që me atribuohen në këtë rast. Kur e vërteta thuhet thjesht, ajo nuk ka nevojë për zbukurime. E gjithë bota di se NATO-ja ndërhyri kundër krimeve të kryera ndaj shqiptarëve në Kosovë. NATO-ja dhe bota demokratike nuk janë rreshtuar kurrë me terrorizmin apo gjenocidin. Pa atë ndërhyrje dhe mbështetje ndërkombëtare, liria jonë nuk do të ekzistonte. Por, pa rezistencën tonë fisnike, ajo nuk do të ishte arritur kurrë. Veprimet e UÇK-s dhe veprimet e mia, si gjatë luftës, ashtu dhe pasaj, në çdo rast i dhanë përparësi paqes, dhe kjo është dëshmuar. Zëra të besueshëm e kanë dëshmuar këtë. Ne qëndrojmë sot këtu pa drejtësisht, por historia do ta kuptoj pse vepruam, jo vetëm faktin se jemi të akuzuar. Duhet të flas për realitetin historik që rrethon këtë çështje. Krimet dhe persekutimet nga forcat serbe që e formësuan atë periudhë janë të pandashme nga veprimet që ju kërkohet të gjykoni. Ato nuk janë zhurmë në sfond, janë të shkruara në historinë publike me shkronja shumë të mëdha për të fshirë. Ato mbeten pjesë e realitetit që ju kërkohet të gjykoni. Bashkohem me avokatët e mi duke ju kërkuar, gjykatës të nderuar, ta mbani fort në mendje atë histori, sepse gjykimi pa kontekst rrezikon ta ngatroj pasojën me shkakun. Ju lutem, mos e bani atë gabim. Lufta jonë nuk ishte unike në histori. Çdo kom që ka kërkuar lirin nga një pushtim i palishëm, i ngjajshëm me apartheidin, është përballur me akuza se rezistenca është kriminale. Megjithatë, e drejta ndërkombëtare pohon se popujt që rrezikojnë persekutimet sistematik nuk janë armiq të drejtësisë. Ata po vendosin në pa pikërisht parimet mbi të cilat qëndron drejtësia. Brezi ynë kishte një vizion, jetën në liri, barazin, demokracin, sundimin e ligjit. Ishte ky vizion që udhëhoqi luftën e cila kulmoi me shpalljen e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008. Gjykatës të nderuar. Populli ynë kur nuk ka kërkuar shkatrimin e një kombi tjetër, etnie apo feje. Ne luftuam vetëm për jetën, lirinë, demokracinë, barazinë dhe drejtësinë. Jo për të kontrolluar territor, për dominim, për lakmi apo përfitim kriminal. Qëllimi ynë ishte ta kthenim Kosovën te populli i saj, te i gjithë populli i saj, që ata të jetonin me dinjitet, siguri dhe me të drejta të barabarta. Çdo akuzë që thotë të kundërtën është vazhdim i gënjeshtrave të prodhuara nga regjimi kriminal i Serbisë.
Për të gjithë vëmëtarin time politike, të nderuar gjyqtar, vërtet jam krenar. Zëri im qëndronte për lirinë. Bëra atë që besova se kërkonte fisnikria njerëzore. Asnjë dëshmitar nuk ka thënë ndryshe. Ju kërkoj të shikoni provat dhe dëshmit në mënyrë objektive dhe aty do të gjeni të vërtetën. Drejtësia nuk i friksohet shërtimit, ajo varet prej tij. Gjykatës të nderuar, e përsëris me respekt edhe njëherë, populli ynë kur nuk planifikoj shkatrim apo torturë. Ne kërkonim jetë në liri dhe pavarësi, asgjë më shumë, asgjë më pak. Sot populli ynë jeton në liri. Nëse dashuria për lirinë gjykohet se krim, atëherë vetë historia do të dënohet. Qëndroj për ajosh, ashtu siç kam qëndruar gjatë gjithë jetës time, i përgjegjshëm ndaj së vërtetës dhe i pa friksuar prej saj. Ja kushtova jetën time bindje se njerëzit e meritojnë lirinë. Nëse kjo bindje gjykohet si krim, atëherë historia vetë do të jep verdiktin e saj shumë kohë pasi kjo gjykat të ketë folur. Ju kërkoj ta gjykoni secilin provë me durim dhe pa paragjykim, dhe nuk do të gjeni një ndërmarrje kriminale, por një histori njerëzore të formsuar nga shpresa dhe domosdoshmëria, nga besimi në fitore dhe në demokraci. Nëse kjo bindje për lirinë tonë gjykohet drejt këtu, atëherë drejtësia jo do të më shërbej mua, por do të nderoj parimin që krijoi këtë gjykat. Unë tu po e përfundoj fjalën time duke kërkuar drejtësi e cila shihet qartë. Faleminderit për vëmendjen tuaj.